zonjarta, fatkeqësia e madhe e shqiptarëve në Kosovë është që një klasë degeneruar politike në vazhdimsi ka investuar degenerim edhe në publik. Dhe kur populli është i votuar dhe e pranon degenerimin, neve na paraqiten edhe njerëz të korruptuar, na paraqiten gjykata jo funksionale dhe na paraqiten edhe njerëz të Serbisë të bija serbe konkretisht në gjykatën, madje në gjykatën kushtetuese. Do të thënë, këtu është investuar jashtëzakonisht shumë për ta degeneruar jo vetëm politikën, por edhe popullin. Sepse një popull që i duron këta njerëz të sëmur mendor, e para që i ngrit në pushtet, e dyta që i duron, i toleron pafundësisht të bëjnë hajgare me shtetin që është fituar me gjak, me lot, me burgje, me luftë, me djegje të shtëpive, me shkatërim të territorit, me mijë vite burgje. Domethënë, edhe këta kanë komoditetin të tallën, madje edhe me popullsinë që ka mbetur në Kosovë, se me atë që e ka lëshuar Kosovën, domethënë janë tallur vazhdimisht. Prandaj, domethënë, unë e shoh që